Laboratori shkencor kriminalistik, godinë e cila supozohet se është një nga më të mbrojturat në vend për shkak se mban të gjitha provat e krimeve, u përfshi nga flakët. Ngjarja ndodhi orët e para të mëngjesit, ndërkohë që u lajmërua dhe nga kryetari i Partisë Demokratike. Nëpërmjet një njoftimi në rrjetet sociale, Lulzim Basha tha se zjarri i rënë gjatë natës në laboratorin e kriminalistikës ishte tentativë për të djegur provat e drogës. Në postim, kryetari i Partisë Demokratike shkruan se zjarri i qëllimshëm raportohet nga oficer të policisë dhe ka pasur objektiv shkatërimin e provave në lidhje me drogën e konfiskuar në disa operacione të fundit. Po bëhen përpjekje për ta fshehur këtë akt kriminal, përfundon postimin Basha. I menjëhershëm ishte reagimi i drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, e cila deklaroi se është djegur vetëm një neon dhe telat furnizues në sheshpushimin e shkallëve në katin e dytë të ndërtesës, dhe sa asnjë mjet laboratorik nuk është prekur. Sipas reagimit të policisë në orën 2:15 të mëngjesit, neoni ka bërë mas, por kjo nuk ka dëmtuar asnjë nga provat. Laboratori kriminalistik ndodhet në ambientet e Gardës së Republikës që pas zhvendosjes së Ministrisë së Brendshme. Në ambientet e laboratorit ruhen të gjitha provat të cilat shërbejnë në procese gjyqësore kundër personave të dyshuar si të përfshirë në ngjarje kriminale. Por kjo nuk është hera e parë që ky laborator përmendet në media. Vetëm pak kohë më parë Godina nuk mundi të magazinonte një pjesë të mirë të provave të mbledhura gjatë operacionit të Lazaratit në vitin 2014, provat të cilat shërbejnë në procesin gjyqësor ndaj 16 të akuzuarve si trafikantë të hashashit.